Nash mbajnë, nash nuk mbajnë për mu, as ne, as ato që janë karike, ato fitojnë nejna, sol ngjath mashtë. Çështja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut është rikthyer sërish në skenë, por jo si një domosdoshmëri institucionale, por si një sinjal politik. Shkak për këtë u bë deklarata e kryeministrit Kristian Mickoski se së shpejti do të ketë zgjedhje, pas sqaruar nëse bëhet fjalë për zgjedhje të parakohshme parlamentare apo për një përballje më të gjerë politike me opozitën. Dilema nuk është vetëm nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja më e rëndësishme është se pse do të ketë zgjedhje tani, kujt i konvenon kjo dhe se çfarë do të përfitojnë qytetarët nga një cikël tjetër zgjedhor në një vend ku prej kohësh jeton në një situatë të fushatës së vazhdueshme. A mendoni se duhet mbahen zgjedhje parakohshme parlamentare? Po. To ne nuk mundin të përmendojmë këto. Për mu, nash mbajnë, nash nuk mbajnë, për mu, as ne, as ato që janë karike, ato fitojnë nejna, sol ngjath mashtë. Nuk e di. Ju betohem në Zot se me politikën e vendit nuk merrem as pak. A duhet të mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare? Ku? Maqedoni. Po gjim duhet zgjedhje parlamentare, unë jam shqiptar, nuk jam maqedon.